kemi lajme shumë të bukura. Fillimisht dua t'i them. Përpara se të kaloj, do doja të dëgjojmë një gjë. Është një mrekulli. Dhe ne themi kështu. Mirëmëngjesi dhe Happy birthday. Shumë urime, gëzuar, shëndet. Urime ditëlindjen. Urime ditëlindjen. Miq të dashur, rastësisht sot e ftuara jon e ka edhe ditën e lindjes, të cilës ju urojmë. Kështu 5 maj. Unë i thash drejtori sot ka sigurisht ndonjë martesë, ndonjë festë sepse i ruajnë ata çiftet, mirë po ja që sot e kemi fatin të festojmë ditëlindjen e Jehona Inseni. Faleminderit shumë. Sonja Jona, mirëmëngjesi dhe mirë se erdhën në emisionin tonë të mëngjesit. Sa mëngjes i mirë, sot mëngjes i bukur. Që fillova ditën me pozitivitet, shumë i veçantë. Shumë i veçantë. Faleminderit shumë për ftesën. Ndihem e privilegjuar që jam këtu sot pas shumë vitesh, edhe pse un kam ardhur në studiot e juaja, jo që s'kam ardhur, po në emisionet e fëmijëve me vajzën tash. Ka qenë po, dikur unë e përmenda pak më parë në fillim sepse më kujtua, dikur kur mbanim emisionin mëngjesit këtu vitin 2008, kam qenë udhëheqës e emisionit dhe atë kohë e kam patur të ftuar Jehonën, ka qenë në shkollë të mesme, në mos gaboj. Saktë mbaj mend. Biles edhe studio ka qenë e kuqe, po ishte në anën tjetër, ishim bashkë, kam qenë me Katerinën, një moderatorë. Po jeni të rinj, prandaj normalisht do ta mbani mend, të rinj. Memorien e kemi aty. Por 18 vite kanë kaluar Jehona dhe prap takohemi këtu në po të njëjtën studio. Ja, po shkoni kështu tash tek poshtë, po riktheheni, po riktheheni sot, shumë emocione sot. Faleminderit shumë që sot ke përzgjedhur të jesh e ftuara jon dhe na ke respektuar shumë me prezencën tënde. Fillimisht para se të fillojmë të bisedojmë për temën tonë, për profesionin, për të kaluarën, për të tashmen, për kënaqësitë e jetës që gëzojmë edhe ne sot. Ne çdo ditë kemi temë të ditës që diskutojmë me të shikuesit tanë. Mirë, po sot tema jam e sigurt, po. Nuk është gratë, jo, do të presoj të më sjell. Rastësi. Se unë nuk ju frikojm sfidave, që okay, është në rregull. Temën e ditës së sotme e kemi, domethënë e analizuam në fillim dhe e themi se shpesh ndodhen tek shqiptarët më shumë. Pse kur bëjmë vizita tek familjarët, tek më të moshuarit, na duket vetja sikur kalojmë një intervistë shumë të thellë. Ju dëgjova pak në podcast, bashkë më bëj çefi që më kyçet në këtë temë se kisha unë çfarë. Ke haruar këtë. Gjithmonë kam çfarë të them në këto tema të përditshme. Ke qenë në grackën e pyetjeve të kryeshtare. Ka njëri që s'ka kaluar. O halla, o tezja, o daja, o xhaja. Dikush në fis e kemi kështu që i ka këto tipare që thot, "Hamo Jehona, kur do martohesh, ose tash kur do jetë fëmia i dytë ose i tretë ose pyetje të cilët janë shumë personale, por i bëjmë pa vetdije ndonjëherë. Ke hasur shpesh në kështu? O të lutem drejtore, po kush nuk ka hasur në këtë ballkan tonin të bekuar, mendoj ne jemi ashtu si shoqëri, jemi të programuar në një takim ku takohemi pas 10 vitesh ndoshta, sepse edhe njerëzit e dinin tash me këtë shoqërinë që e kemi krijuar ne, gjenerata e re, nuk është se shihemi shumë, ndoshta takohemi në ndonjë fejes, martesë ose ku diun çka, me njerë futemi në skener. Po, sidomos vajzat e reja të gjitha. Kur do të fejohesh, a ke gjitë dikënde kështu ashtu e, po nëse je ndonjë tip kështu pak më i mbyllur, edhe pse unë nuk jam e tillë, nëse kam diçka për të shpalosur para ty. E them, nuk është se kam problem, po tash edhe mos gërmoni atë shumë. Po janë shumë pyetje personale tash. Janë shumë pyetje personale. Unë e kalova atë të fejesës, të martesës, të fëmijës së parë. E tash ku kemi mbet te rroga. Tash te fëmia e dytë. Te rroga jemi, te ato kurreshtjet, edhe pse njeriu me të vërtet don të mbajë diçka për vete. Normalisht. Sepse këto janë tema me të vërtet shumë sensitive. Ku është fëmia i parë, po e bëret pari, po ku është fëmia i dytë, po ku i di unë çfarë, po çfarë pret për këtë. Ndërsa unë absolutisht nuk i pys. Unë as shoqet e mia nuk i pys. Shumë e vërtet. Edhe unë atë e praktikoj, pra nuk më intereson, përderisa ti nuk don të plasosh diçka të ndashme me mua. Uroj që të mplakeni, të kemi jetë të gjatë. Kur do bëheni halla edhe teze, mos harroni se këtë refren do ta përdorni. Nuk e besoj sepse tash jam bë hall dhe teze, jam bërë nga 2 anët dhe drejtori sot prej mëngjes këtë halla teze mua kështu më vlen shpirti. I them jo, nuk është gjithmonë ashtu. Unë kam halla shumë të mira atje. Unë jam një hall shumë e mirë, besoj dhe shpresoj. Po derisa jemi të reja, po, pastaj flas. Po. Kur të kalojmë në një moshë, atëherë do të jetë si refren. Ndoshta do të më paragjykojnë pak njerëz për këtë që ta them, po unë insistoj se kjo është tillë se në familjet tona ka edhe shumë bulizëm. Se për shembull ti takosh pas shumë vitesh me familjen edhe ata komitin e pare kanë
ke shtu pesh, ose ke humbë pesh, ose je plakur, ose kujdi unë qfarë. I thash Detroj që ne flasim për familjen ideale, mirë për në të shumë të në rastave nuk është gjithmonë ajo kureshtja pozitive. Nuk është edhe sinceritet, është do më thënë diçka për të lënduar. Mira, ma në gjithë kemi pasqyre për para veteve, është mirë se cili ta shëve. Nga dëshira e madhe, sepse ju duan, se kanë emocion, edhe në basi mund të jetë sinceriteti i tepërt, që e kanë ndaj personit, do shta t'ingëllon pak sa si bullizëm. Shiko, t'ingëllon. Mbi të gjitha, sepse ti ndoshta edhe je lumtur që ti takosh, pas shumë kohësh, edhe ta prishin atë me njëherë ta rëndojnë. Ndoshta ti je në dietë ke humbur 2-3 kilograme, ai të thotë, më thonë, ty të duhet motivim, nuk të duhet të ta rënojnë edhe atë punë që ke bëtë me aty, kritik, ose tani, të gjithë kemi pasqyrë për vete, shohim veten, na pëlqen, edhe shumica e komplekseve që mbi të gjitha, vajzat e kanë të ne, është shkaku i familjes. Është shumë e vërtet. Edhe vjen prej familjes. Buron prej familjes. Do më thonë, bulizantët e parë të fëmis janë vetë familja. Pastaj dalim jashtë, po edhe ata fëmija janë edukuar për dikujt. Ata e kanë dëgjuarat në shtëpi. Janë edukuar për dikujt. Po, sigurisht, sepse ju keni të bërë shumë edhe me fëmijët të shumë, të cilët po hasin në problematikat të shumta, në shqetësime, ku gjatë gjithë kohës, si orë, ku shprehen ata është ora e mësimit që e jepni, dhe gjithmonë e dalloni atë dallimin e fëmijës, se si ishte dje dhe se si është sot. Absolutisht, shumë mirë që e potencove këtë gëzohem jashtë mase, edhe është një gjë shumë interesante se zakonisht e fëmijët të cilët janë të mbyllur, ata dhe nuk e shprehin. Po unë duhet pak sikur të taluaj dhe rolin e psikologut, ta deshifroj pak fëmijët. Normal kam patur edhe raste kur fëmija nuk ka dashur të vijë në orë të mësimit, ose ka ardhur, ka qajt. Unë me njëherë dalloj që ai fëmijë ka diçka po vuan për ndonjë kompleksi ose edhe në moshën e kritike, edhe dashurohen. Edhe dashurohen sepse me një buzëqeshje në fytyrë, me telefonat në dorë dashurohen, me njëherë duket ajo, është ajo një farë vërehet. Po sepse kanë pubertet të hershëm. Po, tash të kanë shumë faza. Le që gjeneratat kemi filluar të emërtojmë, mirë po tash edhe mosha ka filluar që të emërtohet këto puberteti i hershëm, puberteti, pastaj ajo pas pubertetit, pleqëria, e hershme ka adoleshencë e dytë, pastaj te meshkuj që që blen motocikleta. Ashtu, që mbushin ndonjë. Që më ndodhe. Jona, ne e dim që jeni profesorish e shkëlqyeshme në shkollën fillore të muzikës, pikërisht në shkollën fillore në Ilija Nikolovski Luj, nëse nuk gabojmë, ju i mësoni 2 lëndë të teorisë së muzikës dhe pikërisht të solfegjës. Unë e drejtoj pak a shumë e përmbledhëm sepse një artist, një muziciente, jemi në studio të televizionit, në emisët të mëngjesit, po këtu jemi, profesionin e njëjtë punojmë. Dua pak të ndërlidhemi me atë pjesën e artit se sa shumë ju jep benefite fëmijëve. Të gjitha ata prindër që na shikojnë, sepse më duket që jemi edhe në fazën e regjistrimeve, po ja afrohemi. Është fund viti, domethënë fund viti ku duhet e kanë si mision që të shkoni nëpër shkolla, të tregoni, të informoni sepse kemi shumë prindër, shumë familjar që nuk e kanë idenë se a ka kështu aktivitete apo jo? Absolutisht, është shumë e mirë kjo që më dhatë edhe ju hapësirë televizive të paktën që të shprehemi. Regjistrimet tashmë kanë filluar më 15 prill, vazhdojnë, vijojnë domethënë deri me 15 maj, të gjitha ata që janë të interesuar të regjistrojnë fëmijët e tyre, po kushti është që fëmia të jetë së paku klasa e parë në shkollë shtetërore, ku duhet domethënë verifikohet edhe ajo me një vërtetim të thjeshtë prej shkollës fillore. Regjistrohen, kemi shumë fëmijë të cilët vijnë paralelisht në klasë të parë. Tani publiku jonë nuk është shumë i informuar në shkollën e muzikës, sepse ju të dy e keni fatën se ja ti ke të 2 fëmijët të ne, ndërsa Valbona vetëm në atë branshë e ka mbaruar dhe shkollimin, po, edhe jeni të informuar e dini saktësisht. Shkolla fillore e muzikës tashmë ekziston 20 vite e më tepër, e flas për paralel shqipe, ndërsa edhe mesme në të njëjtën mënyrë. Filloria pak më herët ka filluar. Shkollimin e shkollën tonë të muzikës zgjat 9 vite. Mirë po varet për instrumentit. Në qoftë se fëmia preferon të regjistrohet në piano, violin apo edhe cello, atëherë shkollimi do të shkojë 9 vite. Është një gjë që të cilën publiku nuk e din, është diçka dhe pak si surprizë për ta, se në fund ata edhe marrin do ftesë. Domethënë i kanë 2 shkollime paralele. Është profesionale, shkollë profesionale. Shkollë profesionale tamam shtetërore, ku nuk paguhet, do të thotë me ato shumë atë marrëmend se si për orë private ose ndonjë kurs kështu. Është shumë simbolike. Absolutisht, është vetëm një participim, kështu që prindërit mos ta kenë frikat pjesë, sepse zakonisht mendohet se ashtu.
kemi gjenerata, kemi prindër të cilët i kanë sjellë edhe 3-4 fëmijë, domethënë në shkollë. Tonë është kënaqësi e veçantë kur ti i përcjell gjitha ato gjenerata prej të njëjtës familje, është interesant. Po është interesant edhe sa dallojnë fëmijët me karakter, domethënë të njëjtën familje, njëjtën nënë dhe baba, vëllezër dhe motra, po prap dallojnë si karakter, si fëmijë, si tipa, edhe kështu me radhë. Se do flasim edhe për këtë pjesë tash. Përgjatë viteve, tash nuk e di saktë sa vite je si profesorisht që ushtron këtë profesion, por ato dallimet të gjeneratave më parë që i ke pa, tash si janë, është rritur numri, cili instrument po kërkohet më shumë, ku të drejtohen më shumë nxënësit, disa kështu informata që mund të ndajnë. Unë desha ta potencoj edhe një gjë, se këtu e lëshova, do të thotë fëmijët kanë shans të regjistrohen deri në klasë të 4-t në domethënë kanë afat deri në klasë të 4. Kanë afat deri në klasë të 4, mirë po duhet patur në mend kjo që në qoftë se regjistrohen në klasë të 4-t, për zgjedhja e instrumenteve është pak më e limituar, do të thotë kanë klarinetin si opcion, kitarën apo flautin. Këto 3 instrumente janë, sepse këto mësohen pak më shkurt, 6 vite gjatë shkollimi këtyre 3 instrumenteve, ndërsa do të ndërlidhem aty për interesin. Interes në shkollën e ulët të muzikës ka mjaft. Në shkollën e mesme është pak më e vështirë shkaku se fëmijët janë pak edhe të influencuar prej prindërve. Ju thonë, po a do të kesh perspektivë në të ardhmen. Po, sepse janë imponime të çuditshme këto. Janë imponime të çuditshme këto, padyshim. Po, ju a bëjmë edhe ne deshe e pak e anojmë fëmijët në atë kahje në të cilën ne duam. Tash në formë atë fshehur apo kështu transparente, direkte, nuk e di, po prindi si do të qoftë e shprejat dëshirën e vetë në mënyrë të... Unë të përgëzoj ty dritërët që keni përzgjedhur tash familjarisht apo vajza individualisht, por është orientuar në atë shkollim të cilën e ka mbaruar 9 vite dhe është një gjë shumë e mirë. Sepse mua me të vërtet më vjen keq kur një fëmijë 9 vite është rritur me mua, edhe në fund përfundon në profesion plotësisht tjetër, pse shkaku i frikës se a do të ketë, edhe unë se kam ditur në atë kohë që të punsojmë në shkollën ku unë kam mbaruar shkollimin. Po ja që këtu jam 8 vite tashmë i kam bërë në shkollën e ulët të muzikës, ndërsa edhe 2 vite më herët kam punuar në shkollat të mesme, do të thotë gjithsej 10 vite kam në arsim, kam eksperiencë mjaftueshme. Mirë shkon, me interes jemi në rregull në shkollën e ulët, çdo vit ka diku nga 40-45 fëmijë, që nuk është numër i vogël. Shumë mirë, do të thotë që poshtohet një kërkesa. Absolutisht. Një numër i konsiderueshëm. Unë dua pak të ndalemi në pjesën e pedagogjisë, sepse Jehuna fatkeqësisht, sepse nuk dua të ndalem as pak në lajmet negative, mirë po kohën e fundit domethënë janë vërshuar raste të çuditshme që ndodhen për shkolla të ndryshme. Kjo nuk ndodh në shkollat profesionale, sidomos në muzikë, nuk mund ta them, po të tregojmë pse nuk ndodh, domethënë sepse ka shumë benefite siç thashën të tjerat shkencore, domethënë që mundësojnë mirë po të japim një mesazh, do të thoya kështu pak më gjerësisht për të gjithë prindërit të cilët i kanë fëmijët me temperament, të cilët e ushtrojnë profesionin më hynor, do të thoya. Një gjë që unë nuk e kam pranuar, sepse mua më është propozuar që të jem pedagoge, unë nuk e shoh veten si pedagoge dhe nuk mundem ta ushtroj një profesion për të cilin unë mendoj që nuk jam e prirur. Sepse mendoj që është me të vërtetë hynor, është një profesion hynor. Të flasim pak në anën psikologjike të kësaj. Është shumë e drejtë kjo që e thatë, është e vërtetë në kohës fundit të fëmijët vret një lloj frustracioni, edhe unë krejt e kemi diskutuar me mira, diskutime janë bërë që telefonat poshtë, të vërtit, fëmijët nuk kanë ku t'i shprehin ato frustracionet e veta, e dim ne edhe shumë mirë që në adoleshencë kanë një farloj frustracioni fëmijët ku du t'a shprehin dykon. Edhe është shumë e vërtet, në shkollën tonë nuk has në raste ku du më thonë ka të themi si në shkollat e tjera, bulizëm e kështu me radhë, janë raste shumë të ralla ku ndoshta një herë në vit mund të dëgjosh diçka të tillë, një herë në ashtu. Edhe pse shumë mirë tha Valbona, ne si pedagog do të jemi shumë vigjilent, t'i vëzhgojmë fëmijët. Ka patur raste edhe të undë bulizmit, për shembull, ja të themi ndonjë rast që mësuesja ta fal ty notën, sepse për xxx arsye, ne jemi vend i vogël, në të gjithë njifemi mes vete. Edhe tash dikush mund të mendon se unë e favorizoj filan fëmijën shkaku se nënën ja njeh ose babain ose kështu të themi. Edhe ka patur raste të tilla. Po, unë e kam vëzhgu, e kam të themi e kam dalluar problemin edhe e kam eliminuar më njëherë. Në metodologjinë time që unë mendoj që ka qenë mirë, tani ndoshta mund të mos ketë qenë mirë për prindin, për fëmijën, por ka funksionuar, nëse funksionon atëherë. Unë mendoj se duhet ne si pedagog ti vëzhgojmë fëmijët jo vetëm në aspektin pedagogjik, po edhe në aspekte shumë tjera. Është më rëndësi një fëmijë të jetë i lumtur kur vjen në shkollë, sa anksioz të vije, ta mendoje se një fëmijë, qoftë se është anksioz në shkollë, nuk mund të mësojë.
Është vërtet. Nuk ka shans ai fëmijë të mësoj, sepse ai është i koncentruar në diçka tjetër. E pikërisht këtu unë do doja që të parashtroj dy pyetje, Absolutisht. të cilët lidhen konkretisht edhe me këtë anktin që e kanë fëmijët, me këtë bioritmin pak më ndryshe se siç kemi qenë ne dikur. Do doja t'ju pyesja edhe një këshill për të dhënë për gjithë shikuesit. A është, domethënë, fëmia i gatshëm që në klasë parë, kur momenti që mëson alfabetin, në abetaret, që të mësoj edhe solfezhin. Apo mund të ketë një grup moshe ose mbas një viti apo mbas 2 viteve për të qenë i përgatitur, sepse një bazë ka të nga arsimi fillor dhe pastaj do dihet që ti lexojë edhe notat, sepse këtu ka një konfuzitet që nuk din se ku janë fëmijët dhe pyetja e dytë është dallimi mes gjeneratave. Tash sigurisht që ju e keni kaluar, a ju duket që fëmijët e sodit ka një tempo ritëm, që e keni atë metronom, Ashtu. a e kanë po të njëjtin takt të metronomit, apo janë pak më të shpejt në... Sigurisht që i vëzhgoni këto punë. Absolutisht. Okej, të ndërlidhem të pyetja e parë një herë. Është e vërtetë se fëmijët në klasë të parë tani veçmë janë shumë të vegjël. Regjistrohen me 5 vjeç e 8 muaj. Janë shumë të vegjël. Po, ka fëmijë që regjistrohen në 6 vjeç e ca muaj edhe vrehet më njëherë dallimi. Është të vërtetë një fëmijë, domethënë, vrehet nga mënyra se si e mban lapsin, ai është i përgatitur. Më së pari didaktikisht për klasë të parë. Po, edhe shumë mirë the se është një hutim shumë i madh. Shkon në shkollë ku do t'i mësoj vijat, pjerta, të drejta, të ku diun çfarë vertikale, horizontale, ashtu. Edhe në të njëjtën kohë nota. Nuk mund të hapej një Chels muzikor, sepse Chels është kogja i koklavitura. Sepse për neve duket disa arritet ai Chelsea perfekt. Ne 2 javë, 3 javë punojmë veç pjesën që unë e quaj kërmilli. Ajo pjesa që ngjan kërmill për ta ashtu. Është të vërtetë disa fëmijë janë psikologjikisht të përgatitur, disa edhe nuk janë. Sepse kjo pengon në mësimdhënie për pjesën tjetër të grupit. Është e vërtetë. Në qoftë se disa muaj të fëmijët është një dallim shumë i madh. Do të thënë 5-6 muaj vret dallimi se është adaptimi, është faza adaptime që duhet edhe vetë profesori në këtë rast ta dalloj fëmia për cilin instrument është më mirë, për cilin domethënë lënd më i suksesshëm, për cilin jo. Por mbi të gjitha domethënë duhet unë mendoj që duke filluar nga edukimi në shtëpi, domethënë edhe prindërit të jenë më vigjilent me fëmijën e tyre, për ta parë sa është, domethënë koha për ta regjistruar apo mund të presim edhe një vit, të kalojë edhe një vit, domethënë për ta regjistruar. Këshillat janë shumë të mira. Patjetër që po. Edhe një pyetje tjetër e kishe por ritmin, temporitmin apo bioritmin apo bioritmi ka ndryshuar, unë mendoj, mirë po në këtë e vëreni sigurisht. Padyshim se ka ndryshuar, fëmijët janë më pak të durueshëm, domethënë nuk e kanë durimin. Nuk e kanë durimin e mjaftueshëm për t'i përfunduar gjërat. Ashtu shumë mirë the, duan më shpejt, duan sukses më të shpejt, të arrijnë më shpejt. Pa jo i ka etapat e veta. Padyshim, ne në shkollë të muzikës ne punojmë së pari, punojmë ritmin, pastaj punojmë edhe melodinë. Edhe janë gjëra mjaft komplekse. Do të thotë një fëmijë do të ulet, ta shef vlerën e notës, ta takton, ta identifikon se kush është nota, ajo notë, cila notë është. Është mjaft e koklavitur. Po nuk është e thjeshtë. Në problematika të shumta. Deri në fund të klasës së ti qetësoni tamam. Absolutisht. Ti sillni në përbinar aty ku duhet që të ecë. Deri në fund të klasës së parë fëmijët duhet të njohin të dy çelsat muzikore, edhe në çels të violinës solin, edhe në çels të basit duhet të lexojnë në të njëjtën kohë, që është kogja koklavitur. Nuk është një gjë naive ashtu siç duket njerëzve. Është një gjë shumë komplekse. Po më kthen në traumat. Të jap disa partiturat i lexosh do, Valbona. Unë do të pyes për të gjithë ata prindër ndoshta që planifikojnë edhe të drejtojnë fëmijët. Unë them ndonjëherë Jona, qoftë edhe hobi, domethënë edhe hobi, le t'i drejtojnë domethënë fëmijët në shkollën e mesme të fillore të muzikës, pastaj pse jo në pjesën e profesionit, por është shumë mirë domethënë dikush të di ndonjë instrument të familje. A kemi ndonjë, e di që kemi deficit në shumë instrumente, mirë po tek njëra që të paktën kohën e fundit ka më shumë mungesë. Interesant, ndoshta edhe pse pianoja është instrument pak më komercial. Të gjithë e njohin. Fëmijët gjithmonë orientohen. Obligat. Po, obligativ. Ne kemi nga 30 fëmijë të cilët orientohen në piano. Që nuk është e keqe, mirë po do të ishte mirë të orientoheshin edhe në instrumente tjera. Në cello s'është se kemi shumë fëmijë, janë në numër, do të thotë te ne, shqiptarët e maqedonët është diçka tjetër. Po. Ata kanë disa klona, do të thotë veç në Shkup, edhe ka mjaft numër të madh, sepse e dim edhe ne shumë mirë. Ata
prit të gjyshurit e vetë do të e kanë është traditën e muzikës. Edhe te ata është pak më ndryshe. Tani te ne është diçka tjetër, ndoshta te ne mund të themi se ne jemi aty gjenerata e parë e prindërve të cilët ne veç me i kemi njohuri, e pastaj edhe fëmijët e tanë, inshallah do të vazhdojmë me gjenerata. Unë nga një familje biznesmenësh, kam dalë ekonomistët, kam dalë vetëm unë muzicientët. Unë mendoj që duhet bërë një strategji në përgjithësi e të gjithë mësimdhënësve, ku do të shikojnë në profesionet që ka deficit për të krijuar një kuadër për në të ardhmen që do të na prezantojnë, sepse sot e kemi filharmoninë, kemi të pakët me instrumentistë shqiptar të shumë. Kështu që do të ishte një gjë shumë e mirë nga ana juaj bashkë me kolektivin, që shumica e fëmijëve, nëse insistojnë dhe që shikoni që ka talent për diku tjetër, hatërmbetja le të jetë e shkëputur, që t'i orientoni, sepse do të krijojmë një shoqëri shumë të mbarë. Absolutisht. Është një profesion shumë fisnik. Absolutisht. Një gjë për kurreshtë do t'ju tregoj juve. Do të thotë unë s'është se s'kam patur shkollë të ulët të muzikës. As edhe një ditë. Edhe unë s'kam pasur. Po. As edhe një ditë. Domethënë jeni regjistruar në shkollë të mesme. Do të thotë pa me njohuri paraprakë shumë të vogël. Unë kam marrë diku rreth 20 orë private vetëm për tu kyçur, sepse kishte provim pranues. Do thotë ishte patjetër, e patjetër suheshme ishte të kesh pak të njohuri të lexosh nota. Sot e kanë shumë të lehtë. Absolutisht që e kanë. Sot fëmijët i kanë të gjitha dyert e hapura, të gjitha. Pastaj unë i them, shkolla e muzikës është me të vërtetë shumë e mirë, është në një lokacion shumë të mirë. Nuk jeni i futur në përlagjet e Shkupit, jo se dua ti në çmoj ti ofendoj. Por thjesht është në qendër, në pozitë shumë të mirë. Ku e ka vendin një shkollë tamam afër filharmonisë, afër operës, baletit. Afër kulturës. Më shkuan në të njëjtën objekt. Domethënë këtu shkolla mesme, këtu është domethënë fakulteti dhe domethënë aty gjithçka 8 vite. Mirë po është kënaqësi me të vërtetë. Jemi minutat e fundit, po. Ne kemi shumë lajme të mira, po, shumë shpejt. Po ikën kohë. Ne kemi lajme shumë të mira të cilët do i mbajmë sekrete. Sigurisht, por unë do doja që të na thoje një mesazh për të gjithë prindërit, të cilët po na ndjekin, që po shikojnë pak disa shkëndija tek fëmijët e tyre, qoftë për ta bërë si profesion apo si pasion, t'ju japim një mesazh që le t'i kanalizojmë fëmijët. Mos të fokusohemi vetëm në muzikë, por të japim edhe për gjithë ata prindërit që po kalojnë edhe sfida me fëmijët. Absolutisht. Sepse është e vështirë sot, me të vërtetë unë kuptoj. Të gjitha anët i kuptoj, mirë po është mjaft një sfidë vetë. Unë e di që shumica e fëmijëve, të cilët janë hiperaktiv, të cilët janë shumë energjik, është muzika ajo që i stabilizon, i qetëson dhe bëhen shumë të mbarë. Edhe unë mendoj ashtu. E di si informacion. Ndaj mendimin e njëjtë me ty. Unë veç një mesazh dua ta përcjell te prindërit, mos i demotivojnë fëmijët. Lereni fëmijët ta përcjellin talentin e vet. A be ka bukë për të gjithë? Ka bukë për të gjithë. Pse e ndaloni fëmijën s'ka perspektivë? Ka perspektivë. Sigurisht. Ku e kam ditur unë që një ditë ja do të jem këtu që jam? Se kam ditur, unë thjesht e kam përcjell pasionin tim. Më ka pëlqyer. E kam përcjell ato që e dua, nuk jam pishman as edhe një moment. Unë kam pasur fatën ta kem një familje shumë kështu të cilat më kanë përkrahur. Babi më ka dhënë shtytje vazhdimisht, asnjëherë më ka stopuar. Edhe unë mendoj që një prind i cili është suportiv, i cili jep përkrahje fëmijës së vet, një ditë fryti i asaj përkrahje do të jetë shumë i mirë. Do ta shijon si e më mirë. Shumë e bukur. Do të ketë fryt të mirë. Absolutisht. Absolutisht. Kënaqësia është mjaft e madhe sepse ti e din që e ke lënë fëmijën ta përcjell ëndrrën e vet, nuk e ke stopuar, nuk e ke tani sfidë ke edhe në ekonomik, sfidë ke edhe në sfida kemi gjithandaj, ballafaqime kemi të shumta, por më mirë është që të jesh i lumtur në atë që bën. Unë kërkoj shumë ndjes mirë, po emisioni jon përfundoi. Faleminderit shumë. Besoj që kanë dëgjuar këshilla të mira. Dhe ditëlindjen tënde, kështu ja fillove ditën së mbarë, do të thoja. Do ta bëjmë një gëzuar pas. Do ta bëjmë një gëzuar. Jona, shumë faleminderit. Jetë gjatë, suksese. Jeni të mrekullueshëm, veç vazhdoni kështu. Faleminderit. Dëshiroj shumë shëndet mbi të gjithë. Faleminderit shumë.